mbrëma, po japi me revistën televizive. Lufta e klasave, cila deri për para 2 vitesh ishte diçka e pa imagjinueshme, fal punës së palodhur të partisë, sot është një realitet i prekshëm për të gjithë popullin. Armiku i klasës dhe të deklasuarit, berberët e shitësit ambulant me prirje revizioniste e shfaqje të huaja, po përpiqeshin të minonin aksionin e korris së taksave. Por i morën të keqen partisë dhe udhëheqësit të saj të lavdishëm largjatësisë së tij, të cilët ja plasën në ball kuponin tatimor. Shokët e repartit N, me punë për kushtimeve të mohues, kanë bërë që plani dhe direktivat e partisë dhe largjatësisë së tij të dashur për popullin ton të realizohen në masën 132%. Për herë të parë në historinë e lavdishme të popullit ton, trim, trap e heroik, burgjet nuk kishin kapacitete për të përballuar prodhimin e mbarë të këtij viti. Të bindur në programin e partisë dhe direktivat e udhëheqësit ton të dashurit të lavdishëm largjatësisë së tij, shokët e këtij njësiti kanë burgosur pa dallim feje, krajine apo ideje çdo celul armike që propagandonte shitjen pa kupon tatimor. Një ndihmesë më së të veçantë në këtë aksion të partisë me në krye e dini vet, ka dhënë edhe masa e popullit ton spiondashës pas kushteve që partia dhe pushteti popullor i krijoi me aplikacionin Komisariati Digital. Gjithkush nxitoi të jepte kontributin e tij modest e pa pretendime në këtë aksion, duke spionuar kush vëllan, kush komshiun e kush atë motrën, se më kishin spionuar dhe mua dhe kisha marrë gjob në xhamin e makinës. Duke i uruar shëndet e jetë gjatë partisë e largjatësisë së tij, e mbyllim këtu revistën televizive. Bashk natën e mirë.